Klea, çka është muzika për ty, kënga për ty? Muzika mua më pëlqen shumë. Ja kam filluar kur i kam pas 5 vjet. Dhe kur ja kam fillu, shumë më ka pëlqyer. Edhe prej moshës 5 vjeçare, tashmë i ki 8 vjet, apo? Po. Merresh me muzikë çdo ditë apo kur ke kohë të lirë? Sepse ti edhe je në shkollë. Kur kam kohë të lirë, sepse jam edhe në shkollë edhe jam në sportet të tjera. Me çfarë sporte merresh? Unë jam në karate dhe jam të një sporti matematikës dhe gjëra tjera. Tashmë art marcial, karate, edhe arti i muzikës. Në të ardhmen, a isha vetën kështu si një profesioniste në sportin e karates? Jo, sepse mua më pëlqen pak më shumë muzika. Dhe të ardhmen më përmenoj që bëna këngëtare. E tash, po e shoh këtu që një këngë që e ki qitë tash, do më thonë, e ka emrin? Thank you. Thank you. I pas ka bo 43.000 shikime, do më thonë, në YouTube. Okej. Qysh ardhejtë kjo këngë? Do më thonë, qysh e ki kryua, kush e ka shkru, qysh erdhe ideja për me bo këtë këngë edhe spotin? Është një shoqe e mamit, ajo ka emrin Dafina Fehmeti. Po? Dhe ajo na ka ndihmuar shumë dhe e ka shkruajt këngën. Okej. E për çka bëhet fjalë në këngë? Kënga bëhet fjalë për motrat e mia, sepse ato janë kujdesur dhe më kanë dashur të nkuhen. Okej, për motrat do më thonë që ato motrat e mdhaja. Po. Apo? Sa janë të mëdha motrat? Motra e mesme, e ka emrin Arisa dhe i ka 20 vjet. Dhe motra e madhe ka emrin Atena, është 25 vjet. 25 vjeçare. Qysh keni vendosur, do më thonë, se tash fëmijët ndico, unë pe vrej edhe prej fëmijëve të mi që ka njerë për ju bojnë qatë shumë angazhime, do më thonë, plus nëse janë në shkollë edhe në mësim të reditor, të një jo naj kurs, jo sport, jo muzik, jo kështu ashtu, qysh i merë vendime, do më thonë, a mu marë me qëfar aktivitetet të regoj që është edhe me karate, edhe ka njerë për më do këtë ma busy, po janë ma nëzorën me punë se na tritonit e fëmijët. Po. A është e vështirë me menaxhu? Jo, është e vërtet. Edhe në fakt, me këtë mësimin gjithditor që është, na mire ke deri në 4, veç fëmijët sa në shtëpi. Po. Pas orës 4 është vështirë se këta janë të lodhën shumë kur vinë, se gjithë ditën janë në shkollë. Kjo shkon pastaj 3 herë në javë në kursin e karates. Ka edhe ndonjë aktivitet tjetër social apo diçka që don medalë dhe mbi kurrez ndonjëherë një pasdite nëse ka kohë, po që shumë rrallë ndodh ajo. Kanë angazhime me lexu lektyra shkollore një herë në muaj gjithmonë, kështu që ja merr kohën edhe ajo. Po një ditë me të vërtetë ashtu siç tha dhe Klea, një shoqe imja, është Dafina, i tregova që Klea ka dëshirë me vallëzu dhe me këndu tan ditën, se kjo në shtëpi pak kohë me pas, unë e kam pa duke vallëzu, duke i incizu disa vallëzime. Edhe po i them edhe Klea ka dëshirë. Ajo tha unë shkruaj tekstet këngëve dhe punoj ta për Big Dealin, producentin, Arianitin, Kicobicin. Unë po i them, ani, hajtë se flasim, tu dasht po ja bëj qefin pak, po se besoj që Klea ka dhe za për muzikë, se si shmi të sigur që kjo më vërtet ka za. Edhe ajo insistoj, na mori një takim edhe kur shkum të Ariani, e aji tha një këngë që kjo donë me e kënduri, me e provu, kjo e mori këngën Lovely të? Lovely për Billie Eilish. Apo? Edhe ishte këngë e vështirë si pas Arianit, se unë mire me shkrime, po me muzikë, jo. Edhe filloj me këndu në studio, po fillova mu emocionu unë, kër e dëgjoj Shaklien, se mu tuk që në fakt po arrin tamam notat e duhuna dhe po mrin me këndu këngën atë pjesën që e caktoj kjo. Edhe Ariani, edhe pse nuk mire me dvegjel, po me gjitha të, zoani Klea si pëlqej edhe pranoj me e marë Klien. Kështu që fillu me Arianin, Dafina tekstin, mandej fillu me videoklipin që e bani Smart Motion Films, dy djemë shumë të mirë Iliriani me Dardanin të Suharekës. Ishte një bashkëpunim shkëlqyer, me Fole Publishing vendosë me po marrëveshje për publikim YouTube. Edhe deri tash ka shku gjithçka mirë, s'kemi besu. Fakt unë kam shku mja ba qefin edhe Dafinës a ditë, po që mandej në vërtet fillojmë e bëjmë këngë, e bëjmë videoklip, se kemi besu. Po mandej si prind kur e shef që vajza
ndihej mirë atë ditë në studio, këndonte mirë edhe zoni ishte i mirë, edhe ne dal nga dal vendosëm me mbështet. Mirë shumë, do të thënë kënga e para? Po.